Zoti President, zoti kryetari i Kuvendit, zonja dhe zotrinj, besoj që nëse i hedhim një sy gjithë grafikëve të zhvillimit jetës së këtij vendi në këto 20 vjet, një grafik pas një dyshim do të bënte dallim të madh nga gjithë tjerët, dhe ky do të ishte grafiku i drejtësisë dhe i perceptimit të publikut për drejtësinë. Janë afro 90% e shqiptarëve, cilët përgjithsisht janë shumë herë më të përafruar në qasjen ndaj çështjeve të tjera dhe të ndarë qartë në përqindje shumë më të arsyeshme, që besojnë se në Shqipëri nuk ka drejtësi dhe se sistemi i drejtësisë nuk funksionon. Janë mbi 80% e shqiptarëve që rregullisht kur pyeten pohojnë se sistemi i drejtësisë është i korruptuar dhe se për të fituar një gjyq nuk ka fort rëndësi se sa ke drejt, po ka rëndësi rreth parë se sa para ke për të paguar. Dhe janë mbi 90% e shqiptarëve që rregullisht përgjigjen se duhet një reformë rrënjësore, një operacion rrënjësor për sistemin e drejtësisë dhe praktikisht për shërënjosjen e kancerit që e ka mbërthyer sistemin e drejtësisë. Dhe besoj që nuk e teproj që se them se janë 100% e partnerëve ndërkombëtar të Shqipërisë, e miqve tanë ndërkombëtar, të cilët nuk besojnë se në Shqipëri ka drejtësi, dhe të cilët besojnë se drejtësia në Shqipëri është e korruptuar. Dhe nuk ka as më të vogël dyshim që është e rrallë për një vend sot, një vend në mes të Europës, për më tepër, që sa herë komentohet nga partnerët, sa herë komentohet nga opinionist apo analist të huaj, sa herë komentohet në gjuhë të huaj, komentohet si një vend me drejtësi thellësisht korruptuar. Dhe kam frikë se nuk gaboj nëse them që ata që na shohin sot të mbledhur këtu neve, njerëzve të politikës dhe drejtësisë, më shumë na perceptojnë si pjesë të problemit se sa si pjesë të zgjidhjes. Dhe flas për publikun e gjerë që sinqerisht do doja shumë që sot të merrte mesazhin se ka një vullnet të përbashkët dhe ka një ambicie të përbashkët që i kalon kufit e partive, që i kalon të gjitha dallimet mes nesh për të operuar me kurajo këtë sistem kanceros. Por, pa dashur të jem pesimist, kam frikë se e kundërta është e vërtetë. Sidoqoftë, ne erdhëm me shumë kënaqësi dhe me vullnet plot në këtë forum të organizuar nga Presidenti i Republikës, madje duke shtyrë në kohë konferencën kombëtare për reformën drejtësi që po përgatisim në koordinim të plot nga ana e Komisionit të ligjeve, pikërisht sepse besuam dhe besojmë që rruga më e mirë për ta hapur këtë proces është kjo që ndërmarrim së bashku këtu nën kujdesin e Presidentit të Republikës,
dëshiroj ta falenderoj për këtë nisëm dhe për gatishmërinë që një ide fillestare tijën për të mbledhur njerëzit e drejtësisë e shtjelloi bashkarisht me kryetarin e kuvendit për ta kthyer në një forum më të gjerë se kaq, ku njerëzit e drejtësisë dhe njerëzit e politikës të gjenden së bashku dhe së bashku të përpiqen të adresojnë problematikën e rëndë të sistemit. Sidoqoftë, nga ana tjetër, ne nuk mund të shikojmë gishtin kur gishti tregon hënën. E kemi shumë të qartë që më shumë se sa një përpjekje e përbashkët për të adresuar një problem të madh të përbashkët kombëtar, përpjekja në vimësi e viteve të fundit dhe posaçërisht e vitit të fundit ka qenë një përpjekje në dy drejtime të ndryshme. Nga njëra anë përpjekja për të adresuar me ndjesinë e një emergjence të madhe kombëtare problemin e rëndë të sistemit drejtësisë, dhe nga tjetër përpjekja për të frenuar këtë adresim në emër të kushtetutës, të ligjit, të lirive, të drejtave, të gjitha këto nocione pa as më të vogël diskutim legjitime, por s'ka më keq se sa kur kthehen në nocione penguese për atë që në fakt është problemi themelor që kemi sot. Pavarësia e sistemit drejtësisë nga kushtetuta, pavarësia e sistemit drejtësisë nga ligji, pavarësia e sistemit drejtësisë nga çdo e drejtë dhe liri e njerëzve që nuk e marrin dot drejtësinë në dyert e gjykatave. Në një vend ku drejtësia është mall që blihet dhe nuk është e drejtë që takon. Dua ta shfrytëzoj këtë rast për të thënë se pas më të vogël dyshim ne kemi gjithë vullnetin ta adresojmë këtë problem dhe ta adresojmë së bashku. Dhe për më tepër kemi fatin që nuk jemi vetëm në këtë ushtrim të vështirë, jashtëzakonisht vështirë, por të domosdoshëm për t'ia dalë mban. Sepse kemi edhe asistencën e çmuar të komunitetit ndërkombëtar dhe posaçërisht Bashkimit Evropian përmes një ekspertize shumë kualifikuar dhe bazuar në një eksperiencë që tani më është një thesar për ne, që është eksperienca e vendeve që dolën nga perandoria, nga rënja e perandorisë komuniste dhe që në rrugën drejt Bashkimit Evropian ju nënshtruan reforma të thella në sistemet e tyre drejtësisë. Sigurisht që kemi idetë tona për këtë reformë, kemi propozimet tona për t'i adresuar problemet e sistemit në 360 gradë, por padyshim kjo në radhë parë sipas nesh është një temë ku politika duhet të krijojë kushtet që të gjithë të mund të shprehen dhe të ndërveprojnë. Ku politika duhet të krijojë kushtet që njerëzit e sistemit në radhë parë, gjykatësit, prokurorët, avokatët, noterët, të gjithë në radhë të mund të shprehen dhe të ndërveprojnë. Dhe padyshim nga ana tjetër, në këtë ndërveprim, edhe ndërveprimi i gjithë aktorëve politik ka vlerën e vet, ndërkohë që prania e ekspertizës ndërkombëtare është një garanci, besojmë ne, për ta çuar procesin në rrugën e dur me vullnet dhe me kurajë. Ky është vizioni ynë për metodën e kësaj reforme. Kjo nuk mund të jetë
një reformë e njanshme, por kur flasim për reformë gjithëpërfshirëse, duhet kemi parasysh në radhë të parë njerëzit e sistemit. Dhe pastaj, sigurisht, edhe të gjitha forcat e përfshira në procesin politik. Në rast se ky takim vlen për diçka, vlen si një moment i shprehjes vullnetit mirë. Por nga ana tjetër, jemi të gjithë dëshmitarë se askujt asnjëherë nuk i ka munguar as mundësia dhe nuk i kanë munguar as fjalët për ta shprehur vullnetin e mirë në 20 vjet. Dhe ja ku jemi sot, si s'ka më keq se asnjëherë tjetër në 20 vjet kur vjen puna tek drejtësia dhe tek mënyra si funksionon sistemi ynë i drejtësisë. Tjetra që padyshim përbën sot një detyrim për të qenë së bashku këtu në këtë tryezë është e vërteta e madhe dhe e hidhur, por le të na shërbejë si një ilaç për të kuruar dhe për të zgjuar se ta harrojmë të gjithë ne së bashku që Bashkimi Evropian e pranon Shqipërinë me këtë sistem drejtësie. Ne mund të fshihemi mbas kushtetutës, e mund t'i tregojmë njëri tjetrit ligjet, edhe mund të bëhemi zëdhënësit më të zhurmshëm të lirive dhe drejtave të gjykatësve të korruptuar dhe të anëtarëve të korruptuar të KLD-s, po kjo nuk do të na ndihmojë të shkojmë në Europë. Kjo vetëm do të ushqejë debatin shterp mes nesh, ndërkohë që Bashkimi Evropian dyert nuk ka për ne hapur kurrë nëse ne nuk do të provojmë dy gjëra themelore. E para, se drejtësia nuk është mall që shitet dhe që blihet, dhe e dyta, se përpara ligjit jemi të gjithë barabartë. Dhe e fundit, sigurisht që nuk është një pozitë e lehtë, pozita e shumicës son e dalë nga zgjedhje që në radhë të parë në këndvështrimin ton kanë pasur shtysën për një Shqipëri të drejtë. Në kushtet e një padrejtësie të kthyer në sistem vertikal në të gjitha nivelet, dhe jo thjesht dhe vetëm tek prokuroria, gjykatat apo sistemi i drejtësisë në vetvete. Dhe ne që kemi këtë mandat, jemi dhe shumë më të ndjeshëm, normalisht, ndaj gjithë reakcionit gjithmonë e më të madh të njerëzve të pakënaqur ndaj nesh në radhë të parë për mënyrën si funksionon sistemi i drejtësisë. Dhe dua ta them shumë hapur, ne nuk kemi alibi. Dhe ne nuk do të kërkojmë alibi. Dhe pa as më të voglin dyshim, ne në radhë të parë i detyrohemi atyre të cilët na kanë votuar për një Shqipëri më të drejtë dhe paralelisht me ta i detyrohemi gjeneratave të tjera të këtij vendi që nuk meritojnë mbeten jashtë dyre të Bashkimit Evropian, sepse në Shqipëri ka një korporat e cila shet dhe blen drejtësinë. Korporata e prokurorëve dhe gjykatësve të korruptuar të këtij vendi. Kam parë se si menjëherë ka reagime ndaj kësaj qasje dhe më vjen shumë keq, por kjo është e vërteta e hidhur e vendit tonë përbashkët. Dhe fakti që ka përjashtime është për të vënë duart në kokë, jo për të qenë të përmbajtur në shprehjen e kësaj të vërtete. Fakti që ka prokuror dhe gjykatës të ndershëm, të cilët luftojnë përditë për të respektuar veten dhe profesionin e tyre, është për të vënë duart në kokë se janë përjashtim që përforcon rregullin. Ndërkohë që e vërteta e tmerrshme është që shqiptarët që nuk vinë dot në të sallë
Shqiptarët që nuk kanë dot asnjë akses nëpërmjet celularit në asnjë lloj gjykate dhe tek asnjë lloj gjykatësi nuk kanë shans të marrin të drejtën e pronës tyre pa dhënë lek, nuk kanë shans të marrin drejtësi për djalin apo e tyre të vrarë apo vajzën e tyre të përdhunuar, po përkundrazi rivriten dhe ripërdhunohen në dyert e gjykatave. Ashtu si kundër, vriten dhe përdhunohen nga kriminal të lëshuar nga gjykatësit me para për herë të dytë e për herë të tretë njerëz cilve ne mund, duhet dhe do t'ju akursejmë jetën duke u anëzir jetën gjykatësve dhe prokurorëve që e kanë kthyer profesionin e tyre në një biznes që është biznesi më i ulët që bëhet në Shqipëri. Kjo është e vërteta sipas meje. Dhe duke i uruar sukses konferencës, unë besoj se ky moment për cilin edhe herë tjetër dhe jo formalisht i shpreh falënderimin tim Presidentit të Republikës, është një moment për të filluar një proces. Një proces që du të vazhdoj pa prit si pse dalet ta shohim e ku diun se çfarë. Të ulemi të gjithë bashku rreth një tryeze dhe të provojmë me pranin ton rreth asaj tryeze se e kemi seriozisht, pavarësisht se kush e thret tryezën, pavarësisht se kush mendon çfarë, dhe të dalim nga kjo histori e të mërshme e gjithë tyre viteve, të paktën me faqen e bardhë të kujt provoj ta përmbyste atë grafik që e kemi para syve të gjithë. Grafikun e perceptimit të opinionit publik ndaj sistemit drejtësisë dhe e mënyrës funksionimit të sistemit drejtësisë në raport me liritë dhe drejtat e qytetarëve. Gjithçka tjetër në Shqipëri që mund të ketë një grafik, ka ulje, ka ngritje, ka momente të këqija, ka momente më të mira, dhe përgjithsisht vetë Shqipëria, pavarësisht se ne kemi këndvështrimet tona, nuk është ajo që ishte para 20 vjetësh në të gjitha aspektet në raport me aspiratat e njerëzve. Ndërsa po të marrim aspiratën e njerëzve për Shqipërinë Europiane të para 20 vjetëve dhe drejtsinë e sotme, ne jemi jo më në diktaturën e ideologjisë komuniste, po në diktaturën e një korrupsionit pamëshirshëm që nuk pyet për askënd dhe për asgjë. Faleminderit.